Sipas homazheve të zhvilluara në Tiranë, trupi gjyqtarit të apelit Astrid Kalaja është vendosur në vendlindje në Shkodër, ku zhvilluan homazhet nga të afërm dashamirës, kolegë të trupës gjykuese dhe prokuror, autoritete lokale dhe qendrore të Shkodrës. Kurora me lule u vendosën nga kolegët e tij në Shkodër, kreu i prokurorisë së Shkodrës Albert Murçaj dhe dhoma avokatisë së Shkodrës. Edhe kryebashkiaku Benet Beci së bashku me bashkëshorten zhvilluan homazhe në nderim të gjyqtarit të vrarë. Të pranishëm për homazhe ishin edhe përfaqësues të politikës, kreu i qarkut të Shkodrës Edmond Ndou, por edhe ish kryebashkiaku i Shkodrës Lorenz Luka. Trupi gjyqtarit Astrid Kalaja do të prehet në Shkodër, në varrezat e qytetit ku ai lindi, u rrit dhe jetoi pjesën më të madhe të jetës së tij.